Nga 320 nxënës që është mesatarja e regjistrimit në shkollën e mesme ekonomike Kadri Kusari në Gjakov, vetëm në afatin e parë janë paraqitur 400 gjysmë maturant. Në këtë afat kanë apliku dikun rreth 400 aplikus ose nxënës. 10 paralele është hap konkursi. Do të refuzohen një numër i caktuar, bukur i mirë, varësisht nga drejtimet, sepse ka interesime në drejtimin bankave sigurime, edhe nuk do të plotësohet për shkak të kriterit, nuk do të plotësohen, do të meten jo se s'ka nxënësa, por do të meten për në afatin tjetër. Për shembull, refuzohen në bankave sigurime 39 nxënës për 2 paralele, plus njësoj ose më shumë refuzohen juridik, edhe aty ka pas njësoj sigur se në drejtimin bankave sigurime, edhe aty ka pas të interesuar, edhe aty do të refuzohen për 1400 nxënës për ato 2 paralele. Edhe në gjitha drejtimet, në bazë kriterit, do të meten një numër i caktuar i vogël, jo pse s'ka të interesuar, po për shkak të kriterit. Drejtori shtoi se këtë vit kandidatët do të shikohen rigorozisht dhe nuk do të ketë lëshime. Vlen të theksohet se në krahasim me vitet e kaluara në shkollën e mesme ekonomike është rritur dukshëm numri i gjysmë maturantëve që kanë shprehur interesim për të regjistruar këtu.